Njëri është goditur në krahë qafë, e tjetri në dorë. Janë këta Bojan Nikolić dhe Srđan Ilić, që të dy pjesëtarë të milicisë serbe. Por që për spitali bëri Sami Lushtaku bashkë me shokët e tij. Është kjo pamje nga klinika kirurgjike e QKK-s së datës 28 prill 1998. 2 ditë pas përplasjes që këta milic patën me pjesëtarët të ushtrisë kombëtare të Kosovës në afërsitë të Krushës së Madhe të Rahovecit. Këta të fundit me këtë makinë BMW, si dhe me këtë ladë dhe këtë kamion, ishin nisur për të marrë armatim në Shqipëri. Ishte grupin nga Skënderaj, ku bashkë me Lushtakun gjendeshin edhe Sulejman Selimi, Ilyas Kodra, Aslan Bajraktari, Ahmet Haxha dhe Hamit Hasani, e të cilët pas takimin në Drenac me Fejm Gashin, Bebe Muharemin, Isuf Gashin, Osman Zybirajn dhe Gjevdet Mekanin, krejtë së bashku nisën për të marrë armatim për te kufirit. Por në këtë prit që ishte vendosur nga milicia serbe, e ku përdoren edhe kia mërtaje dorës, betën të plagosur Lushtaku e Bajraktari, por që të gjitha arritën të shpëtojnë. E gjithë kjo ndodhte në ditët kur gjithandej Kosovës mbaheshin protesta kundër dhunës policore, sidomos në rajonin e Drenicës. E pikërisht emri në rajonit më rezistues se thirrën edhe gjithë këta qytetarë që me 28 prill por protestonin midis Prishtinës për të 19 ditë më radhë. Madje dikush e kishte gjetur një mënyrë unike për të kërkuar paqe me dialog mes shqiptarëve, me ndërmjetësim të Amerikës dhe shumë shteteve të tjera. Në mungesë të këtij ndërmjetësimi, pati dështuar edhe një takim i ftuar nga atë botë zë vendes kryeministri serb Ratko Marković dhe Tomislav Nikolić, politikani radikal që më vonë do të bëhej presidenti i Serbisë. Këtyre që erdhen nga Beogradi së bashku me një delegacion parlamentar, në Prishtinë nuk ju doli përballë asnjë përfaqësues i shqiptarëve të Kosovës.